Përshëndetje mi të dashur. Shkojna me një video për LDK-n. Të shikojmë se si dhe pse ka humbë LDK-ja. Edhe të diskutojmë të bashko. Por si fillim më kisha lutë kush ka mundësi me ma bo subscribe në YouTube, ja dishëm për faleminderit. Kështu që shkojna me video edhe të diskutojmë të bashko me që. Që zbëri koalicion me vetëvendosje. Po ky ishte i pozicionuar në fakt me parti tjera, me gjitha parti tjera dhe shpresonte që të dështonte vetëvendosja, pra ishte qëndrimi bllokues që të mos. A përçe, ka pas qëllim me blloku vetëvendosjen? Mos fillon me para, vetëm e vetëm që këtë të bëhet, po ngoni më mirë vetë. Së konstituoj as kuvendi, as mos zgjedhë qeveria që të dështonte vetëvendosja dhe pastaj partit tjera ta bënin qeverinë, natyrisht me shpresën që Abdi Xhiku të ishte kryeministri. Ja, miq pra. E ka blloku kuvendin vetëm e vetëm që ky të bashkëpunon me tjerat kompani, për thënë kuptim tjerat parti, që të bëhet vetë kryeministër. Shish fa logjike. U konë ka shtyhet me një parti që i ka fitu 48 deputet, apo 42%. A përsheni mi qëfar dredhia kanë bo. Tani po thojnë, jo të qysh, jo në tonë, jo në këtonë. Jo ranë poshtë, pse hopëm, kjo është numër 1, jo, kjo është numër 2, po numër 1 është ata 3, kryetari partis, nën kryetaria partis, edhe deputeti të cilë kanë thonë 17 fshatra do të me adhonë Leposavicit, kryetari thot del një burë, thot boll është boll, Mitrovica është e jonja, edhe që ota tjetra për me adhonë Vullën, thot unë hiq problem se kom listën sërbe. Unë problemin e kom me Albin Kurtin. Ja pra mi që dashër, ku ka rrit LDK-ja Ibrahim Rrugovës. Shkojmë tutje? Edhe pse ishte partia e tretë, pra, ky në atë logjikën e mundësisë bllokimit të ri tash, edhe një herë të formimit të institucioneve, ky do të ishte pra ose kryeministër ose përsëri do të bllokohej. Pra, elektorati nuk e miratoi këtë që e vlerësoj se është i nevojshëm. Por këtu ka ndiku edhe shumë elemente tjera, nuk është ky vetmi, për shembull, ka ndiku deklaratat shumëta që dha edhe Lumir Abdi Xhiku, edhe Hikmeti Bajrami, edhe Lutfi Aziri. Ja, pra këto janë ato që i thashën. Do me thonë kryetari i partisë, Lutfi Aziri edhe nën kryetaria e partisë. Shkojmë? Lidhur me veriun e Kosovës. Pra ishin gabimet që elektorati i po dhe në një farë mënyrë i ndëshkoj sepse nuk është normale të themi që një kryetari një partie shqiptare në Kosovë të thotë mjaft është mjaft, veriu nuk është Kosovë, që i bjese. Por herë të pare kom dëgju këta, ka dhe del një burë, mjaft, veriu nuk është Kosovë. Unë nuk e di me çfarë logjike, nuk e di me çfarë truni, nuk e di ku kam mësu këtë shkollë, apo këtë histori. Me thonë, del një burë, qëfar burri? Vjen të në Kosovë dhe e dopton Kosovën? Kush jeti? Qëfar burri jeti? Burë ti që thot, del një burë dhe cëpto Kosovën, e japë Mitrovicën shkjeve? Që ti pidhu burë tja? Jo, zotri, jo. Të ka të regu popli, ku ki venën? Shkojmë? Se veri është Serbi, që është shumë e palogjikshme edhe nuk falet. Pastaj deklaratat e Hikmeti Bajramit që se ka problem listën sërbe tjera, pra që është e mundur që një parti shqiptare të mos. Kjo hala se ka dhënë shpjegimin, pse se ka problem listën sërbe. Pa marrë parasysh në pressing, nuk e di para sa 3-4 dite, ai Leo u mundu me mblu. Jo, kjo po thot që unë nuk kom thonë kështu, po kom thonë qështu. Edhe unë demantova, e mora pjesën të Debat Plus që ka thonë, edhe e palova, një farë mënyre me thonë. E të regova ta mos se qysh ka thonë. Se këtë
problem listën sërbe, po e ka problem një parti tjetër shqiptare. Edhe kjo s'ka logjik, sepse partitë shqiptare çfarë do qofshin ato, janë më të afërta njëna me tjetrën se lista sërbe. Jo vetëm që është listë sërbe, nuk e ka. Amo nderuam respekt për ty, por as për kjo nuk e ka vetë vendose më të afër se listën sërbe. Mu vjen keq që për thënë këto, por kanë thonë vetë. Ramushi ka thonë, për mu ma mirë me dhejsh një shkase me dhejsh Albini. Do me thonë, ma e përkra listën sërbë edhe Radoqiqin, se Albin Kurtin. Shkoj kjo. LDK-ja ka thonë, one ja japi 17 shatra me Leposavicin, edhe kryetari ka thonë që del një burr, edhe thot bolla është Mitrovica është e jonja, ajo thot se kanë probleme në listën sërbe, kështu PDK-ja gjithashtu, Rankovicin a ka falë 1954 në Çapodiju në Hashim Thaçi, Broja, qështu. Që tu e të lënë mrapa. Kam fjallën të kuptimi nacional, po kam fjallën se lista sërbe është ai strofulli i terroristëve në Kosovë, terroristëve sërbë, i Radoqiqit e këtyre të tjerëve. A më nuk e di që to që pi fol kjo agja, a keni minu ju, opozit? Lidhe kë, PDK, kë. A keni minu, a keni dit, apo e keni mshel vesht, kështë s'podim, kështë se kena një, kështë se kena po. Nuk bon kështot, opozit. Albin Kurti ka thonë, nëse e patriot, do shpjegon patriot ton jetën. Jo patriot me bataria. Pra, nuk është normale, s'është e natyrshme, edhe nuk bën të thuhet kjo. Ose Lutfi Aziri deklaron disa herë që do t'ja hapim Serbisë Leposavicin me 17 fshatra, ose do t'ja hapim 2 komuna, tash e ka rrit pak. Tash e ka rrit komuna. Si që ata më thonë, ku i murë këtë godzim, me dalë publikisht, me thonë, na do të me adhonë Serbisë, la kena bërë, do të me adhonë Serbisë, këto. Edhe halasht deputet, nuk e kanë dëshku për LDK-ja. Po s'ka kushim në shkonë, sepse ai kryetari partisë vetë është i qati pajtimi, kështu që për këtë arsye ka në shku populli. Këto e nga bimet që i ka bo LDK-ja, matë mëlaja. Me gjithë PDK-n, e AKN. Zahorin, Leposavicin e Zveçanin e tjera, ose Zubin Pëtokun, që kanë ndikuar sigurisht shumë keq të elektoratit LDK-s, edhe është e habitshme se si zyrtarët e lartë LDK-s japin deklarata të tilla, sepse LDK-ja gjithmonë ka qenë një parti shtetë formuese, një lëvizje që i ka formuar bazat e shtetit Kosovës. Po, pa tjetër, amo, mos harrojnë dërum, që sa ka qenë Rugova, ka qenë LDK-ja. Në atë ditë, ose në atë moment që ka vdek Ibrahim Rugova, ka vdek LDK-ja. Këta e thëmë me keqardhje. Po, në atë moment që vdek Ibrahim Rugova, e kanë kap këta njerëz të shitën, aty ka marrë fund LDK-ja. Shkojnë? Edhe në esencë shumë patriotike. Thoni që këto janë pa qëllimshme, atë qëllimshme, me vedije. Këto janë planifikura, janë me vedije të plotë, dhe kjo është problemi kryesor. Si mund t'jepen, me vedije të plotë, thoni ta dëmtoni partinë. Tash do t'i Ama tash ti shko pyeti ata, jo këtë zotriun, fjallë. Ti shko pyeti ata si ka mundësi. Sigurun që për pjesë për këtujt. Pysim ata pse bëjnë këtë, sepse ata e kanë një arsye tyre që bëjnë këtë, se nuk është logjike një parti shqiptare t'i thotë këto gjëra. Unë nuk po flas për parti tjera, se në esencë janë aty, po e kemi fjalën të LDK-ja. Unë e spjegova se aty, sepse Ramushi ka thonë për mu ma mirë me ohejsh një Sërb, se Albin Kurti. PDK-ja ka thonë një farë dhe mënyre që aty, do të me adhën Sërbinë ato, ta ka përgu filin në Tibet edhe mire pofshëm. Vazhdojmë qështët. Miq, kjo ke vedja për sot, respekt për se cilën, jo duha shumë, mire pofshëm në vizë radhës. Kalori mirë.